Operacioni i shkëlqyer. Kështu e quajti sulmin e së dielës presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ndaj Rusisë. Ukraina po pretendon se përmes dronëve arriti të shkatrojë më shumë se 40 avion luftarak thellë në brendi të territorit rus. E si kundërreagim, forcat e Vladimir Putinit nisën të dielën numrin më të madh të dronëve në Ukrainë që nga pushtimi i saj. Këto zhvillime ndodhen pikërisht një ditë para se këto dy palë të takohen për raundin e dytë të bisedimeve në Stamboll. E në këtë hënë, delegacioni Ukrainas vetë se ka arritur në Turqi, derisa pritshmëritë rreth këtij takimi i tregoi vetë presidenti Zelensky nga vizita e tij në Lituani për samitin e 9 të Bukureshtit. Delegacioni ynë tani është në Stamboll dhe jemi gati të ndërmarrim hapat e nevojshëm, hapa për paqe. Natyrisht, pika fillestare duhet të jetë një armpushim dhe veprime humanitare, lirimi i të burgosurve dhe kthimi i fëmijëve të rrëmbyer. Dhe të gjitha çështjet kryesore mund të zgjidhen në nivelin e udhëheqësve. Megjithatë, nëse kjo nuk ndodh, Zelensky thotë se sankcionet duhet të jenë të pashmangshme për Rusinë. Dhe nëse Rusia minon edhe këtë agjendë fillestare dhe nëse takimi i Stambollit nuk sjell asgjë, kjo do të thotë qartë se sanksionet të reja, të forta janë urgjentisht të nevojshme. Nga paketet 18 të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, konkretisht sanksionet më të forta që i premtoi presidenti Trump. Mbështetja e mëtejshme ushtarake dhe politike për Ukrainën pritet të jetë një temë kyçe si në samitin e B9, ashtu edhe në atë të NATO-s.